përgatitur shumë speciale, e cila është një nga shqiponja dhe arta të diasporës shqiptare edhe zyrtarisht, sepse u vlerësua me shqiponjën e artë në samitin e fundit të diasporës, por përtej këtij fakti është një ndër ato figura përfaqësuese të diasporës shqiptare që ka bërë emër dhe ka zë në jetën publike jashtë vendit dhe përkatësisht në Shtetet e Bashkuara. Është Edith Shkreli, e para gjykatëse shqiptare në gjykatat e Shtetit Bashkuara, por edhe e para gjykatëse grua në Amerikë apo New York. Jam e para gjykatëse shqiptare në qytetin e New Yorkut. Okay. Dhe e para femër shqiptare në Shtetet e Bashkuara. Okay. Se kena një djalë shqiptar. Është një dhe një djalë shqiptare, pra. Se në fjalën që kishe pak emocion në summit e para femër gjykatëse në Shtetet e Bashkuara, unë thash si përkthehet kjo. Por je e para gjykatëse shqiptare në New York. Po djali ku është? Emin Toro është në Washington. Okay, so janë dy gjykatës shqiptare domethënë në sistemin e drejtësisë të Shtetit Bashkuara. Unë kisha kohë që kisha dëshirë të kisha këtu në këtë podcast, por nuk i kisha me sa duket përmbush kriteret e besimit për të pranuar ftesën time dhe të falenderoj shumë që më në fund të pranuar ftesën, të cilin ta kam bërë edhe kur kemi qenë në New York dhe kam pas fatin të takoj. Ndërkohë, duhet ta filloj me rrugtimin tënd në nisje, sepse e dëgjova në fjalën drejtuar të pranishmëve në summit që e kenë lënë Shqipërinë familjarisht në 97 dhe me vizitën e fundit në Shqipëri. Pra, si është në atë galerinë e imazheve të kujtesës tënde, raporti yt me ato imazhe dramatike dhe pastaj me imazhet vizit pas vizite në Shqipëri. Atëherë kur ne u larguam në mbas razirave të vitit 1997, ishte për prindit e mi, domethënë ninën si detyrim për të largu, sepse jeta ishte në rrezik për gjithë që ishin në Shqipëri dhe nuk shifnin të ardhme, domethënë për mua në Shqipëri, përveç rrezikut që nga plumat qarë që vdit. Ti edhe një vlla, po? Pa, edhe një motër. Edhe një motër, dhe ishit të tre këtu? Ja. Apo ata kishin hikur përpara? Vllau kishte ikur përpara vitit 97, kurse motra faktikisht kishte për të shkuar te Universiteti i Tiranës, ku ka kryer edhe babi edhe mami universitetin, por nga që trazirat e vitit 97 detyru të aplikonte në momentet e fundit të Universitetit i Bolonjës, dhe ju deshtë për tik në Itali. Dhe nërkohë ne mitme në Shqipëri, unë babi dhe mami, dhe situata nuk po përmirësonte, dhe ka qenë një moment bile kur një plumçar vrau një shoqen time në Shkodër, dhe e ka qenë momenti domethënë që kur prindit e mi vendosen që duhet të largoheshin sa s'ba nga Shqipëria. Dhe sot Shqipëria është shumë më e zhvilluar se Shqipëria që kam lënë në po, vitin 97. Tani është vetëm nana, po? Pa, tani është vetëm mami, se babi im ka vdek para 11 vjeç. Mami jeton këtu kryesisht dhe vjen her pas here atje, apo jeton atje dhe vjen her pas here këtu? Mami ndan edhe këtu edhe atje. Shkon e vjen, domethënë.
Se babin e kina varros në Shkodër dhe ka qenë një nga arsyet kryesore, domethënë që mami ka filluar me shpenzu më shumë kohë në Shqipëri. Dhe ti vjen me dëshirë. Po. Vjen me dëshirë në Shkodër edhe në Tiranë edhe në Shqipëri. Po në ndërkohë si e patë impaktin e parë me Amerikën? Ju shku direkt atje apo dalu një herë në Itali? Ja, kemi shku direkt në New York. Më dukte domethënë shumë vend i madh, më dukte sikur më dukte veti sikur ishim të humun, domethënë kur mritme atje. Edhe maj men unë e mamis, Thomas. Qanim shumë me Denise, edhe se në mungote normalisht vendi jonë. Për babi ishte ai që në matet porta, dhe thote që s'kina ku mu këthy të më thanë Shqipëri, se praktikisht nuk ishim ku mu këthy në Shqipëri, se ishte situatet mëshme. Dhe filloj shkollën? Në një herë, po besoj. Po. Në çfarë klase filloi shkollën? Fillova shkollën e mesme. Te shkollë private katolike, e quajtur St. Barnabas, që fatkeqësisht ka mbyll dyert para një vitit. Dhe ndërkohë prindrit punonin. Po, fillimisht si gjithë emigrantët, o detyruan mami sidomos, o detyru të më thanë gjatë punë që të përballoshim jetesën. Kurse babi fillai për me marrë klasa kompjuterit edhe të gjus për me mësu. Dhe babi mëna vitit faktikisht gjeti punë për qytetin e New Yorkut si inxhinier. Dhe e maj mën se punën e fillai në qershor të 1999. Dhe si përfundim, kaloj disa intervista, ishte intervista parë me disa inxhinier, intervista e dytë, dhe det treta dhe det inxhinier se nuk I besoshin, dhe më thonë që kishte aq shumë eksperjenca punët, se babi ka kërë inxhinier veprash të hidrocentraleve, të rrugëve, urave, ndërtesave, nga të më të ndryshmet, edhe nuk e besonin dhe më thanë që kishte atë shumë eksperiencë edhe kishin marrë inxhinierat fushave të ndryshme, edhe se cili e pyette, dhe në fund I thanin ku do në ti me punu, se nuk I besote që ekzistote një inxhinier si babi që kishte përvoja kaq të mëdha. E në ndërkohë erdhi momenti për të shkuar në universitet. Dhe ti e zgjodhe vetë drejtësinë? Apo rrethana ta sollën që të shkosh për drejtësi? Atëherë në Amerikë funksionon që du të kryesh universitetin fillimisht 4 vjeçar dhe pastaj juridikon. Pastaj juridikon. Është juridiko dhe mjekësia janë pas universitare. Dhe në tanë fillimisht kryva 4 vjeçarin e shkollës nalt, dhe pastaj... Për çfarë studiuar në universitet? Kryva kam pas 3 majors, 3 dek të më tanë. Nga që isha honor student, ishte dek e veçantë vetëm për studentat e mirë, edhe për gjuhë letërsi edhe histori. Dhe pastaj vazhdova... Gjuhë letërsi, histori, po e treta? Ishte vetëm për studentat e mirë, të më thanë. Studentat e nderit. Nderit. Po çfarë bënin studentat e nderit? Të kishte klasa nga më të ndryshme, të më thanë, nuk është se ishte fokus të një dek specifike. Edhe zgjidhje edhe sipas dëshirës. Po çfarë zgjidhje ti? E majmen kam zgjadh lanën e alkemisë. Nuk e di a thot alkemi në shqip. Dhe ishte shumë interesant. Edhe pillet të lexu, kur lexova, kur mora këtë lanën, majmen se më kujtu puna e Lipash të Pelinës, që edhe ai ka dashur me gjetë Fountain of Youth. Edhe unë jam faktikisht nga babi, kam përardhje nga Lipash të Pelina dhe Lipash Gucia. Sepse nipi e Lipash të Pelinës, shpartu me vajzën e Lipash Gucis dhe nga ajo martesë vim ne të mëta. Do në ti vazhdohet të bësh kërkimin e Lipashës.
nuk e kam arrit akoma. Gjete gjë për burimin e rinis? Ja, nuk gjeta një. Dhe pastaj shkove në law school. Pa. Edhe 3 vjet tjera në law school. Po pse shkove në law school mbas asaj? Faktikisht, unë kam dashur gjithmonë më ba inxhiniere si babi. Dhe më kam me pak si peng kjo pjesa që nuk e kam kry inxhinierin, se kisha dhe me ta mundësin për ta kry inxhinierin në shkollën gjatë universitetit. Por shkolla universiteti më rekomandoj që të kryja dhe me ta histori, letërsi, se të ndihmonte për juridikon, nga që të shkruat, lexohet shumë. Por juridikon, të më thanë vendosa të vazhdoj nga që kur shkume në New York dhe do të fillonin procesin e emigracionit. Dhe atë kishim një avokate shumë të mirë, ishte amerikane, Karen. Edhe aja ishte shumë gentile, kishte shumë durim, edhe nga aja më frymëzoi domethënë për me vazhdu juridikon. Edhe se do shta tisha se ajo domethënë njëra se u sillte me klientët, me ne, edhe më lam rejsa domethënë që do shta me vazhdu rrugën e juridikon. Mbasi mbarova juridikun. Mbasi që mbarova juridikun kam punu në Shqipëri 2 vjet. U ktheva në Shqipëri? Pa. Si ndodhi që u ktheva në Shqipëri? I shkova te një mramje me babin dhe me mamin. Në Shqipëri? Ja, ishte në New York. Se babi gjithmonë ka keni përfshim tek çështjet shqiptare, ka keni pas gjithmonë lidhje me Valtrën, me lidhjen e Prizrenit, të shoqata që janë në New York. Edhe më tha babi, hajde pse po shkojmë të 3 bashk. Dhe si përfundim atje kishte ardhë ish-kryetari i bashkisë Lulzim Basha. Edhe atje u njoftëm dhe më funën punë për të u kthyer në Shqipëri. Edhe ti u ktheve në Shqipëri? Po. Po çfarë punove në Shqipëri? Se këtë se pas kam ditë. Çfarë punove në Shqipëri? Kam punu tek investimet e huaja te bashkinë e Tiranës. Pse u largove prap? Se nuk isha e kënaqur. Nuk u niva që ata kërkesat e mia, domethënë për me ba diçka më mirë për Tiranën, se në Tiranë punoja, ishin të mirë prituna nga bashkia e Tiranës. Dhe u ktheve prapë në Amerikë. Po kur u ktheve pa e ditur se çfarë do bëje, apo e dije që do filloje karrierën si gjykatëse? Para se u ktheva faktikisht, bana disa intervista me anë telefonit se isha në Shqipëri atë. Më fund domethënë për të punuar në gjykatë tek gjykata e Bronxit, domethënë gjykata supreme e Bronxit, që është gjykata e shkallës parë në Bronx. Po filloi të punosh si këshilltare në fillim në gjykatë? Po, e gjykatës, po. Pastaj si është aty, si zhvillohet karriera, si shkon nga këshilltare në gjykatës? Atëherë për të bërë gjykatës janë 2 mënyra, domethënë mund të bëhesh me nominimin e një partie dhe pastaj është me votime, ose merr nominimin nga kryetari i bashkisë, si puna e Eric Adams, ose nga guvernatori e shtetit. Kryetari i bashkisë mund të nominojë gjykatës? Po, për qytetin e New Yorkut mundet, kurse guvernatori nominon për shtetin e New Yorkut. E ty si të ndodhi? Unë mora nominimin nga partia dhe kam vazhdu me votimet, që është pak proces më i gjatë. Unë ti bëre garë? Po, garë. Nga Partia Demokratike apo nga Republikane? Nga Partia Demokratike. Demokratike. Edhe pastaj filloi karriera si gjykatëse. Po në raport me pritshmërinë, sa vjet u bën që jeti në që vesh atë gjykatësit? 2 vjet
gati 2 vite e gjys. Edhe je e kënaqur me karrierën apo so? Ja, më pëlqen shumë domethënë si karrierë. Nuk e mendova asnjëherë domethënë që mund të arrija të baja gjykate. Ndoshta e perceptimin që emigrantat nuk arrin të majet e sistemeve. Ndoshta ajo domethënë nuk më bani që mos mendoja që mund të arrija vetë, por më tanë aplikova herën e parë dhe me herë të parë me nominuan. Edhe pse domethënë kishin shumë persona të tjerë që nuk e merrin nominimin. Po tani, cila është shkalla tjetër? Shkalla tjetër është shkalla e apelit. Dhe pastaj ndoshta shkalla gjykata e lartë e New Yorkut. Ose gjykata federale. Ose gjykata federale. Yes. Ose pastaj Supreme Court. Po ti domethënë sky is the limit, s'ke vendos domethënë tavan. Ja. Biles në janar të këtij vitit më kanë çuar një gjykatë më lart dhe domethënë ishte një lëvizje shumë e shpejtë, se në përgjithësi nuk është atë lëvizjen shumë shpejt për kur shohin që punon shumë dhe gjykatat e apelit nuk të kthejnë vendimet reversal, atëherë shohin që ke shumë potencial dhe më kanë lëviz shumë shpejt. Me Shqipërinë, përveç kontaktit shpirtëror, çfarë raporti ke me Shqipërinë? E ndjek çfarë ndodh në Shqipëri apo në mënyrë superfaqësore? Nuk është se kam shumë kohë atje, se punoj pak orë zgjatën atje. Reformën drejtësi për shembull, e ke ndjek? Pas kam përfshi pak me reformën drejtësi, po them me këtë vitin e fundit. Por unë nga që kam edhe vetë eksperienca me gjyqësorin në Shqipëri këto 11 vitet e fundit, domethënë nga afër në shimet që kanë. Domethënë nga 11 vite përpara, po flas për gjykatat kanë pas përmirësim. Them që vettingo deri një farë piket ka pas sukses. Domethënë nuk mendoj që të ditë 100%, por them që ka pas. The që i e përfshirë vitin e fundit, kam përshtypjen që i e përfshirë në këto që organizuan dëgjesat dhe këto që mblodhen mendime nga ekspertët ekspertë jashtme. Për gjithë sferën e sundimit ligjit, kam përshtypjen. Edhe çfarë opinioni krijove nga sa mundet merresh më nga afër, flas tani në aspektin e arkitekturës së sistemit? Them që është pak e vështirë me realizu, domethënë, ndihmen nga larg. Them që njerëzit duhet vinë në Shqipëri, sidomos domethënë ekspertët e jashtëm, për me pas bisedë mirëfillt, dhe jo domethënë nuk mjafton thjesht me takime online që mund të ishin për pak orë për të pas domethënë një impakt real. Po në aspektin e jetës sociale dhe të kohës që kalon në Shqipëri, si të ndodh? Vjen e lodhur dhe kthesh e çlodhur, apo vjen e lodhur dhe kthesh dhe më e lodhur? Vjen e lodhur edhe kthehemi shumë më e lodhur. Për shkak të gjyqeve me pronat, se besoj se të lodhin rrugët. Ja, nuk më lodhin rrugët, po gjyqet, njerëzit, se ajo që më bën që më çudit, domethënë shumë, se unë jam rrit në Shqipëri. Domethënë i na shndru në një popull, të cilët domethënë përpara kam pasur zet për shembull kur ecim nëpër shkollër, takoheshin njerëzit kanë pas kulturë, respekt. Tani mungon respekti. Po të thonë për shembull që pse vjen, pse kthehesh, ç'të duhet këtu
ta thonë dhe këtë, se e thonë shpesh, ja u thonë njerëzve kur kthehen, pse erdhe, ç'a do këtu. Këtu është për tik me vrap. Po, unë shkaj e vi shpesh, domethënë, Shqipëri, vi edhe 4-5 herë në vit, domethënë. Por unë e një, domethënë, atë lidhjen, e kam lidhjen e shumë fort me Shqipërinë. Dhe unë e du, domethënë, shumë vendin tëm, dhe du që vendin më i mirë në botë, normalisht. Kur më thoi njerëzit pse vjen, unë e vi, edhe ndoshta vi edhe më shumë fakt për këto pronat. Jo se kanë vlerën, jo për vlerën e pronave, se kam shpenzu shumë më shumë duke shkuar duke ardhur, por e bëj më shumë për principin edhe e drejtësisë dhe që njerëzit ato të paktën që kam pas bëjnë me ta. Mos mendojnë që mundën e ba gjana që bajnë. Vetëm thjesht sepse unë nuk jetaj këto, ose nuk ka kush për të interesu. Po, se është edhe një lloj, kam përshtypjen. Është edhe një lloj si zë i brendshëm për të respektuar dhe të parët që i kanë vu dhe i kanë lënë ato prona, kam përshtypjen. Fiks. Dhe kjo e bën principin të gjallë. Apo jo? Po, se për të mi, të kam punu jashtë masat, me nëshmëri dhe nuk mund të lejoj që persona të tillë të hedhin poshtë mundin e prindve të mi. Shumë e qartë. Në ndërkohë për ta kthy pak nga buzëqeshja, ç'a të bën përshtypje sa herë vjen në Shqipëri, ç'a të bën përshtypje për mirë edhe ç'a të bën përshtypje për keq kur thehesh në Shqipëri? Përshtypje për mirë, të them, kur jam këtu, kam shumë gjithmonë qejf me taku shoqërinë e babit e të mamit, sepse janë domethënë një nivel komplet tjetër shoqërijet, dhe ata sikur ma mushin shpirtin plot. Këto takimet, domethënë janë që gjithmonë. Po për te njerëzve. Për te njerëzve. Për shembull Shkodra ka ndryshu komplet. Sidomos të 2-3 vitet e fundit, domethënë ka qenë një qytet që nuk u shifte me sy, domethënë ndërtime gjithkohë, baraka, domethënë kishte humbur komplet. Shkodra nuk ishte ajo Shkodra domethënë që kam lanë në kur ikme në vitet 90. Dhe sot domethënë ka filluar me ndryshu hyrja e Shkodrës, që është shumë e bukur. Shoqër, e di që janë duke bërë ndërtime, domethënë për ta rregulluar. Dhe fasadat përpara ishin komplet të prishuna, dhe tani domethënë duket si qytet degraduar. Dhe tani duken komplet, domethënë duket një qytet që ka një fasadë komplet të re. Sikur është ringjallë, plus kam parë që zhvillohen edhe vinte në Shkodër, sikur ka sjell mrapa të Gjallanin, edhe që ka Shkodrant, në përgjithësi që kanë shumë qejf me kanë të arishëm. Ka dalë nga Pluri dhe nga Zymtia, ka punë plot, siç ka gjithë Shqipëria, por ka dalë nga Pluri, ka dalë nga Zymtia, edhe është bërë goxha në këtë drejtim, edhe ajo që tregon historia e ndryshimit që ka ndodhur këtu është që fillon me këtë, sepse kjo krijon pastaj energji pozitive, sjell buzëqeshje, krijon motivim, edhe patjetër rrit edhe kërkesën për të bërë më shumë, se ja u boka, bëjmë këtë, po duhet bërë dhe ajo, po dhe ajo. Tani për ta mbyll se po më duket vetja si hetues që kam marrë gjykatën në pyetje, se ti përgjigjesh
në mënyrë nuk do me dhënë shumë informacione, shoh, ke problem. Po më trajton si dëshmitar. Po për te shakas për ta mbyll do doja të të pyesja të shkon mendja ndonjëherë që të kthehesh në Shqipëri, siç u ktheve herën e parë, të kthehesh dhe një herë tjetër? Të vjen në herë përmend apo jo? Po, shpesh. Po pse të vjen mend? Se nuk ka si vendin tonë. Po më kjo është parull tash, po pse? Konkretisht domethënë, çfarë se ti thu vi e lodhur, iki dhe më e lodhur. Ti thu takon njerëzit të thonë vetëm keq. Atëherë pse do më ardh? Çfarë kur shkon me u kthy se kjo është surprizë, po çfarë sepse them që ndoshta tani kam shumë eksperiencë e parë që se kam pas para 15 vitesh. Edhe them ndoshta kontributi jem mund të jetë shumë më i madh, domethënë se mund të kisha edhe atëherë. Se atëherë isha e sa kisha kryer shkollën. Domethënë edhe pse kisha shumë vizion në sensin për me ba, prapse mund të isha pak më e limituar se sa sot. Edhe si që është përpara gjithmonë, unë sinqerisht nuk e them thjesht se du me thonë që e du vendin tëmë, po tamam e di vendin tëmë, e du vendin tëmë, dhe më thonë se prapë edhe pse kam ikë e vogël dhe kam jetu shumicën e jetës, dhe më thonë e kam jetu në New York, prapë se këto thret toka, dhe më thonë edhe prapë du, dhe më thonë që fundit që ata probleme që unë për shembull hase çdo ditë kur jam në Shqipëri, që ndoshta mendoj ndoshta një ditë mund të bëhen më mirë, edhe ndoshta unë mund të jem një arsye që mund të ndihmoj për me i përmirësu një mënyrë tjetër. Nuk është diçka që bëj vetëm unë, normalisht, është që do ta bëjnë shumë njerëz. Por është ajo, domethënë që them sa të pak kontribut të jetë, ndoshta mund të jetë shkas për diçka më të madhe. Po vetë sa të kam folur me mamin. Që nga interesant, ja. Po, për shembull, po të thoshin sot që të hape ky kompjuteri dhe të ishte një film me dy si thosh kapituj të fundit të karrierës tënde. Njëri të ishte antare e Gjykatës Supreme të Amerikës. Tjetri të ishte kryetare e Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë. Çfarë do kishe zgjedhur? Pak e vështirë. Atëherë, nuk e di nëse unë mund të bëhem gjykatëse. Tu jemi në një simulim të një fantazie që ku mund të shkoj kulmi i një karriere të një njeriu si ti, që sot është gjykatëse në Shtetet Bashkuara. Njëri kulm është antare e Gjykatës Supreme të Amerikës, po të kthehesh në Shqipëri, kulmi tjetër është kryetare e Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë. Ti mund të vish në Shqipëri për dhe kryeministre. Po patjetër, pse jo? Them që impakti më i madh do të ishte këtu. Ti çfarë do zgjidhje, lere impaktin? Të parimet në lajë ndoshta më. Impakti më i madh ishte këtu, po ti çfarë do zgjidhje? Do thosh, okay, po shkoj atje dhe preferoj të rri dhe të ndjek rrugën në Shqipëri, apo të rri në Amerikë dhe të ndjek rrugën në Amerikë? Po mendoj ditën 70 vjeçë, ose 60 vjeçë, se di. Ose marri. Kryetari në Gjykatës Kushtetuese të Shqipërisë mund të arrijë më shpejt. Ja? Po. Ja, në Amerikë më vonë. Në Amerikë më vonë, patjetër, se ata kur shkojnë atje ke pas janë rrahur në vaj dhe në uthull për shumë vite. Tashti edhe i pyetje tjetër. Mami atë thot kur do martohesh? Ose më saktë sa herë një javë ta thot? Se nga e qeshur e kuptoha që ta thot. Nuk më thot kur do të martohesh? Më thot, ka me dalë vati jatë. Kjo nuk diskutohet. Kjo ishte Edith Shkreli.
cilës fati i ka dalë dhe është sipas meje një shembull i asaj fjalës shumë të mençur që thotë fati është karakteri i njerëzit. Kështu që respekt për gjithçka që arrit, se je ende shumë e re edhe jam i bindur që në të gjitha rastet përgjigjen e asaj pyetjes që të bëra, fati e ka shkruajt edhe do të ta thotë në kohën e duhur. Është vërtet. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit.